Dhjetra banor të fshatrave të zonës naftëmbajtëse Patos Marines protestuan para ditën e së martës përpara zyrave të kompanisë Bankers Petroleum, duke kërkuar shlyerjen e qiras së tokave që sipas tyre nuk është paguar që nga fillimi i vitit 2026. Sipas protestuesve, rreth 800 banor nga fshatrat Marines, Belin, Sheqishte, Zharrës, Kalm, Frashër dhe Kuman nuk kanë marrë pagesën vjetore për tokat e dhëna me qira, të cilat kompania i përdor prej vitit 2010 për rrugë, parkingje, sheshe teknike dhe puse nafte. Jemi mbledhur në shenjë proteste përpara zyrave të Bankersit për të kërkuar dëmshpërblimin e tokave tona. Tokat Bankersin na i ka marrë me qira dhe nuk e respekton kontratën. Kontrata është bërë me 4 milion lek dylymi, këta kërkojnë ta ulin, ta bëjnë me 2. Në të njëjtën kohë që çmimet kanë vajtur në stratosferë. Kur një dylym ser sot bujku nxjerr gati 6-7 milion lek në një dylym. Ky ka marrë gjithë tokë edhe nuk na dëmshpërblen. Ne kërkojmë nga Bankersi të na qiraja vjetore është me që kemi bërë kontratën me 4.000 lek dylymin, ta kërkojnë ta bëjnë me 2. Dhe përsëri nuk janë të rregullt, edhe me 4 ta ne i vonojnë lekët. Ne kanë vonuar nga 6, 7, 2025 për kontratat dhe nuk janë dëmshpërblyer. Po, neve në saqe kompania Bankers me kanadezët nuk kemi pasur asnjëherë shqetësim. Brenda muajit, firmose sot, brenda 15-20 ditëve ne mirën blek. Në sa banor neve duhet bëhemi rreth 150-200 familje në tëra fshatrat plas. Mariza ka gati 100 familje. Nuk e di numrin eksakt, po në bazë shesheve që shikojnë atje, duhet tjenë të 200-250 familje. 800, nuk e di. 850. Po, të mos abuzoj me numrin, sepse nuk e di të numër. Atëherë ju çfarë kërkoni? Ne kërkojmë që këta o të zbatojnë kontratën me 4 milion edhe të jetë në rritje jo në ulje, ose ta prishin kontratën e të na i kthejnë në tokë buke, në gjendje mëparshme, sipas kontratës që kemi. Banorët kërkojnë respektimin e kontratave ekzistuese dhe zbatimin e detyrimeve ligjore. Ata kundërshtojnë ndryshimin e kontratave nga afati 1 vjeçar në 2 vjeçar, si dhe përgjysmimin e vlerës së qiras, duke cilësuar këtë si një veprim të padrejtë që u cënon të ardhurat. Protestuesit paralajmëruan se nëse kërkesat e tyre nuk merren parasysh, do të përshkallëzojnë protestat dhe do të kërkojnë rikthimin e tokave në gjendjen e mëparshme, duke i hequr nga përdorimi i kompanisë. Pardoni, ne kemi ardhur për një sqarim këtu te Bankersi, se nga vite tjera ne na i ka paguar pakesën, kurse këtë vit na ka vënur shumë. Edhe thot arsyeja se ju e keni me 4, thot, dhe tash do ta pagojmë me 2. Pse ta pagojmë me 2? Kur ne kemi me 4, kemi bërë kontratën 10 vjet më përpara. Edhe ne do më ngritje, jo ulje. Çmimi i naftës po rritet sa të sferë, ai thot unë do çoj me 2. Pse të ma çoj me 2? Jo se që s'bet, edhe unë tash vet aty te toka ime, ai tokën time e ka thurur me tela me gjema, ka vë dhe ushtarin atje dhe thot nuk lejohet të hysh tu, thot se është private në tokë time. Nga kompania më të heqin ato puset edhe ne nuk duam asnjë lloj shpenzime, vetëm të na kthejnë tokën në art qyshesh. Jo të na gënjejnë, thotë e ke me 4 tash të paguash me 2. Ju personalisht që nga cili muaj nuk e keni marrë qira? Ne s'kemi marrë vitin këtë të 2026-s. Se unë kam në qeshor për firmosur kontratën 5 qeshor dhe fund qeshorit për 20, që shfoli i para kohë, i mirëshin parat. Ai thotë do firmosësh një kontratë për 2 vjet. Për këtë 2026 dhe 2027 më thotë e ke me 2, këtë me 4, atë me 2. Pse ti firmos 2 kontrata për 2 vjet? Kontrata firmoset çdo vit, që kemi firmosur më përpara. Kjo nuk bëhet. Vetë ata e din. Ne nuk dingjem, neve nuk na pyesin, ne dhe kur vemi aty thonë ata ik largohu se s'kemi punë me ju.
s'kemi qa bëjmë. Përballë një fakti tepër shqetësues për ne si fshatarë që kemi dhënë tokat me qerat. Sot, mbasi morë vendimi të gjithë bashkë, erdhëm u paraqitëm përpara bankës, të paraqesim shqetësimet tona. Mbasi këtë radhë ata kanë shkelur me të dyja kontratën që ne kemi firmosur. Kontrata është e vendosur nga një noter. Si ka mundësi që këta kërkojnë ta shkelin këtë kontratë? Pse jemi ne të pafuqishëm? Ne jemi të pafuqishëm zotrinj. Dhe për këtë i bëjmë thirrje që nga instancat këtu më të ulta, që nga prefekti, që nga kryetari i bashkisë, deri te kryeministri, ta shikojnë këtë punën e bankersit, sepse ne nuk kemi pasur probleme deri sa ka qenë kompania Bankers kanadeze. Këto kanë filluar që se ka ardhur kinezi këtu. Prandaj ne kërkojmë zgjidhjen sa më parë të kontratës, sepse unë kam që nga data 9 janar, kam vajtur janë paraqitur 2 herë te kompania, nuk pranojnë ta firmosin kontratën sepse të vën kushte, sepse ata janë të fuqishëm. Që kontratën unë personalisht nuk e di, unë e kam vjetore, e firmos në datën 9 dhe në kontratë thuhet detyrimi i kompanisë bëhet 2 javë e para të vitit kalendarik. Domethënë që unë e shumta në 9 shkurt unë mirë aparat. Tani është shkelur absolutisht pa diskutim. Qeraja vjetore është standarde për gjithë apo në varësi të sipërfaqes? Por në varësi të sipërfaqes. Domethënë ka qenë me 4. Tani ata kërkojnë me çdo kusht. Unë kam pas probleme edhe tjera. Unë jam paraqitur gjykatë, unë personalisht. Edhe i kam bllokuar punimet tyre. Edhe ja bllokoj prap. Po unë kërkoj të jem njeri i gjitha. Të merrem me vesh me kontratën. Unë jam nga ata që e bllokoj prap, po ne themi të merrem me vesh. Kontrata ime. Çmimi ka ndryshuar në kontratën e re. Ai thot, me kontratën e re firmose me 4 tani dhe vitet e tjera me 2. Kush e ti zotri? Nafta me 2060 sot. Edhe unë të firmos sot vetëm kalamajt e tyre duhet kanë. Dhe për mua vjedhin këta zotrinj që janë këtu. Asnjë tjetër. Këta të merret edhe spaku të merret me ka për mua. Unë kërkoj zgjidhjen. Dhe personalisht e dua, nuk dua të marr të heqi depo, të heqi puset dhe të maleri çakull tokën. Sepse kam oferta tjera nga kompani tjera për atë toka tjera. Për banorët e zonës naftëmbajtëse Patos Marines, të ardhurat nga qiraja e tokave përbën një nga burimet kryesore të jetës, ndaj ata kërkojnë një zgjidhje të menjëhershme dhe respektim të plotë të kontratave.